Me 5 maj të vitit 2011, deputetët e Kosovës debatuan dhe votuan një mocion të dalë nga interpellanca që kishte kërkuar lëvizja vetëvendosje dhe ky mocion kishte 3 pika. E para, të ndërpriten bisedimet me Serbinë. E dyta, qeveria të ndërmarr hapa konkret për të shtrirë autoritetin e shtetit Kosovës në të gjithë territorin e saj, veçanërisht në veri. Dhe e treta, qeveria e Kosovës të informojë rregullisht çdo 3 muaj Kuvendin e Kosovës për përpjekjet e saj për të vendosur kontrollin në territorin e Kosovës. Nga ky mocion votuan pika e dytë dhe e tretë e këtij mocioni, ky votim e shndroi këtu pika si vendime të Kuvendit. Pra, pika e tretë e obligon qeverin ta informoj Kuvendin çdo 3 muaj për hapat e ndërmarrë. Jo vetëm që nuk raportoj dhe nuk e informoj asnjëherë Kuvendin për hapat e saj konkret, por me këtë gjë qeveria e Kosovës manifestoi edhe një herë se nuk e njeh këtë Kuvend dhe nuk i përfill vendimet e tij. Në të njëjtën kohë qeveria nuk e njeh këtë Kuvend dhe po vazhdon të shkel vendimet e këtij Kuvendi dhe njëkohësisht po vazhdon ta shkel edhe kushtetutën që e ka aprovuar vetë. Përderisa mocioni kishte të bënte drejt për drejt me problemet që ka Kosova me Serbinë dhe ndërhyjes së kësaj të fundit në territorin e Republikës Kosovës, qeveria në vend që të zbatoj vendimet të Kuvendit, ajo pikërisht po bën të kundërtën, po i shkel vendimet të Kuvendit dhe po i zbaton me zëllshmëri marrëveshjet me Serbinë. De facto dhe de jure Kosova po merr obligime ndaj marrëveshjeve me Serbinë si rezultat i bisedimeve me të, duke mos i respektuar njëkohësisht edhe obligimet që dalin nga Kuvendi i Kosovës. Sa për ilustrim lëni t'ja kujtoj vetëm një nga zbatimet e marrëveshjeve, zbatimi për marrëveshjen me targat, ku qeveria e Kosovës pranoi të hiqet shkronja e re e targave të Kosovës në raport me Serbinë dhe këtë r pra Republikën asnjëherë nuk është shtriur në territorin e saj përkatësisht në veri. Pra kërkojmë edhe një herë nga qeveria që të zbatojë vendimet e Kuvendit e jo të shkel ato. Faleminderit.